Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju dinamikat dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit që ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Hyrja e Limit ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë Albën. Do me thënë natën e mbrëmshme, Alba ka qenë e pozicionuar herë në verandë, herë brenda në shtëpi. Do me thënë që në momentin që ka hyrë Limi që po bën 24 orë brenda asaj shtëpie, Albën e kemi parë të përlotur, e kemi parë duke qarë, e kemi parë të mërzitur dhe nëpër rrjetet sociale, do me thënë për fansat e tyre është krijuar ky fenomeni i telenovelave. Telenovela që ne gjithmonë domethënë i kemi parë me shumë dashuri këto telenovelat e dashurisë. Tani Limi ditën e djeshme ka injoruar krejtësisht marrëdhënien me Albën. Ai ka thënë thjesht që ne jemi njohur, kemi patur një njohje në një emision të ngjashëm, por në asnjë mënyrë nuk ka pranuar që ka patur një marrëdhënie dashurie të hapur me Albën, gjë e cila në fakt ka ngritur shumë pikpyetje te publiku përse Limi e bën këtë gjën. Unë mendoj që Limi e bën këtë gjën thjesht për t'u hakmerur kundërdrejt Albës. Tani Alba ka rënë pak në dyshim te publiku sepse brenda dhomës së rrëfimit ka qarë, ka lëtuar, domethënë ka shkatruar veten e saj për një lidhje dashurie që fliste përjashtë që e ka dhe sot domethënë qanë për Limin, unë mendoj që nuk ka qenë e sinqertë në atë drejtimin. Alba natën e mbrëmshme luftën më të madhe e pati me Bia Kalifën, sepse Bia ka thyer edhe rregullat për të qenë afër Limit, domethënë Limi dhe Bia kanë patur një marrëdhënie jashtë, nuk e di si Alba nuk e dije këtë gjë kur marrëdhënia e tyre ka qenë publike goxha kohë më parë që Alba do të futej në Big Brother VIP Kosova. Natën e mbrëmshme Limi ka përdorur gjuhë shumë të ulët duke e sharë Albën dhe duke i thënë që të mos i bën më këto skena. Domethënë ndoshta nga kjo lloj mënyre Limi mund të acarohet edhe mund të shkojë me bien sepse kultura e Albës është e tepërt dhe kjo e bën në fakt Limin që të jetë në qendër të vëmendjes. Unë e shoh si një më shumë e shoh si një skenar këtë, nuk e shoh si një realitet, mua më duhet ta them të vërtetën. Kjo marrëdhënie dhe këto gjëra që në fakt krijohen brenda kësaj shtëpie më duke një skenar. Një skenar krejtësisht domethënë i lexueshëm për klikime. Nuk më duken lot të vërteta, nuk më duken emocione të vërteta, nuk më duken ndjenja të vërteta. Okej, e ka Alba të vështirë sepse shikon Limin aty brenda që e do pafund, duke u provokuar nga një femër tjetër, por le të luajë dhe Alba me të njëjtën monedhë, le të luajë dhe Alba me të njëjtën kartë, le ta bëjë dhe Alba Limin që për vete me dashuri, me pozitivitet, me energji të mirë, jo në këtë formë. Në fakt ky është mendimi im për raportin Alba dhe Limi, do me thënë Alba duke qarë, duke e goditur Limin, duke i rënë, duke i thënë që ti ma shkatrove jetën, do ta ha zemrën, do me thënë dhunë e dashur, le ta quajmë kështu. Po gjithsesi, për mendimin tim, Alba po e vuan shumë të pjesën, e di që këtë gjë e bën komplet për ta marrë vëmendjen e Limit, do me thënë është e njëjta skenë që ndodhen që ka ndodhur edhe në Fermën VIP dhe mendoj që raporti mes Albës edhe Bies do të jetë një raport shumë shqetësues. Okej, me hyrjen e Limit, Alba filloi që të fuqizohet sa më shumë dhe filloi që të nxjerrë natyrën e saj gjëra që në fakt Alba nuk i kishte treguar më herët.